A e ndihmon lutja shëndetin mendor? Cili është roli i saj? Jam ngacmuar për këtë temë nga një program i gazetares Grida Duma gjatë javës së kaluar, ku ajo trajtoi çështjen e shëndetit mendor dhe një nga psikologët e ftuara në panel dikur përmendi lutjen se nuk mjafton vetëm lutja, ose nuk shërohesh ose nuk përmirësohesh nëse ti thjesht lutesh. Nuk e zhvilloj më tej mendimin e saj sepse isha kurioze të dëgjoja më shumë, megjithatë përshtypja që më la ishte një lloj skepticizmi ndaj praktikave të lutjes që më bëri të mendoj për mungesë informacioni rreth kësaj fushe ose aspekti të besimit. Dhe për këtë arsye do të sjell në këtë video disa kërkime dhe studime shkencore që janë bërë nga burime laike, pra nuk janë burime fetare, por janë nga universitetet e njohura si Universiteti i Colorados në Denver, apo Universiteti i Floridës, apo Universiteti i Harvardit. Kështu që më ndiqni deri në fund, ndërsa do të ndaj këto fakte interesante. Së pari dua ta nis me një thënie ose shpjegim të profesor doktoresh Amy Watch-Holtz, e cila është profesoresh në Universitetin e Colorados në Denver të Amerikës. Ajo e shpjegon kështu lutjen: është si të mbash një çantë shumë të rëndë. Kur dikush ta mban këtë çantë për pak kohë, ti e merr sërish me më shumë lehtësi. Pra, ajo e shpjegon lutjen si një çantë të rëndë që ti ja çon dikujt për ta mbajtur për ty për pak kohë derisa ti të kesh fuqi ta marrësh dhe ta mbash përsëri. Në një artikull të mars të 2020-s, Wall Street Journal dhe publikuar në Psychological Science, do të trajtohet shkenca e lutjes. Artikulli fillon me një intervistë të Gillian Richardson, një vajzë 26 vjeçare, producente eventesh në New York, e cila flet për përvojën e saj të lutjes gjatë pandemisë së COVID-19. Ajo do dilte shëtitje çdo ditë dhe do të vinte kufjet, por në fakt nuk ishte duke dëgjuar diçka, por duke u lutur me zë të lartë, ndërsa për kalimtarët dukej sikur po fliste me dikën në telefon. Dhe Gillian tha: kur them një lutje të shpejtë me zë, ndjej një ndryshim të brendshëm. Tensioni zvendësohet me shpresë dhe besim. Jam duke i lexuar sepse dua që ti citoj direkt nga burimi në mënyrë të saktë. Sipas një analize nga Janet Sinding Benson, përmendur po në të njëjtin artikull, Janet është ekonomiste në Universitetin e Kopenhagenit, kërkimet në Google për fjalën lutje gjatë pandemisë së COVID-19 u rritën ndjeshëm në 95 vende të botës. Gjithashtu edhe Pew Research Center ose qendra kërkimore Pew raportoi se më shumë se gjysma e amerikanëve deklaruan se ata ishin duke u lutur për ndalimin e COVID-19. Por, a ka prova shkencore të cilat mbështesin efektin pozitiv të lutjes, ose nëse ka ndonjë efekt lutja te njerëzit që e praktikojnë? Po ka. Edhe pse studimet janë të kufizuara për shkak të mungesës së fondeve për kërkime të tilla që lidhen me sferën shpirtërore, por gjithashtu edhe grupeve që janë të gatshëm që t'i nënshtrojnë studimeve të tilla, prapse ka disa studime dhe zbulime mjaft domethënëse. Në vitin 2005 u krye një studim mbi meditimin shpirtëror nga profesor doktoresh Amy Watch-Holtz dhe profesor doktor Kenneth Pergament, të dy ekspert në fushën e psikologjisë dhe të religionit, dhe studimi u publikua në Journal of Behavioral Medicine. Çfarë ndodhi në këtë studim? Morën një grup njerëzish dhe ndanë në dy grupe. Njëri grup ju dha detyrë që do të meditonte mbi një frazë neutrale si unë jam dashuri, dhe grupi tjetër ju dha si detyrë të meditonte mbi një frazë në tonjsa fetare që thoshte Perëndia është dashuri. Çdo antar i secilit grup duhet të meditonte 20 minuta në ditë për 4 javë rresht dhe të mbante shënim atë që ndodhte pas saj. Rezultatet? Grupi me meditimin shpirtëror kishte së pari ulje më të madhe të ankthit dhe të stresit, gjendje shpirtërore më pozitive, dhe duruan dhimbjen gati 2 fish më gjatë në testin me dorë në ujin e ftohtë me akull. Edhe një herë mund të kërkoni për këtë studim, unë do t'i postoj linqet te përshkrimi i videos. Por si lidhet lutja me raportin në çift? Edhe ky është një
Tjetër studim interesant që vjen nga Universiteti Shtetëror i Floridës nga doktor Frank Fincham ose Fincham dhe ekipi i tij. Dhe ata zbuluan se kur partnerët luten për mirëqenien e njëri tjetrit gjatë një konflikti, në fakt ata tregojnë kënaqësi më të madhe në çift, në raportin e tyre. Pra më vonë shfaqin kënaqësi më të madhe në raportin e tyre në çift. Lutja i ndihmon ata për t'u qetësuar emocionalisht dhe kjo rrjedhimisht ndikon edhe raportin e tyre në mënyrë të ndjeshme, sepse ka një përmirësim të komunikimit, ka qetësi, ka dhe paqe dhe reflektohet në gjithë raportin e tyre. Gjithashtu forcon ndjesinë që ato janë të dy një ekip dhe nuk janë kundër njëri tjetrit. Pra janë bashkë, nuk janë armiq, pra forcon unitetin. Po qasja ndaj Perëndis se si ndikon rezultate. Sipas një studimi të vitit 2004 nga Dr. Kenneth Pergament në Journal of Health Psychology, ai thot: ata që e shohin Zotin si bashkëpunëtor dhe mik në jetë, kishin rezultate më të mira të shëndetit fizik dhe mendor se sa ata që shikonin Perëndin si fajtor të gjendjes së tyre, që ndiheshin të ndëshkuar, të braktisur dhe që nuk merrnin përgjegjësi personale mbi vendimet dhe mbi zgjedhjet e tyre. Dhe ky grup i dytë kishte përkeqësim të gjendjes fizike dhe të gjendjes emocionale ose shëndetit mendor. Si përfundim, do doja ta mbyll me: lutja nuk është kundërshtare e shkencës. Në të vërtetë, për shumë persona, përfshirë edhe mua, ajo qetëson shpirtin, rikthen ndjenjën e kontrollit dhe të shpresës, ofron mbështetje emocionale si një dorë që të mban ty për pak kohë dhe të jep forcë dhe të ndihmon që ti të ecësh përpara. Do ta mbyll me një thënie nga Dr. David Rosmarin, profesor në Universitetin e Harvardit, në Harvard Medical School. Ai thot: unë nuk do t'i rekomandoja askujt të lutet nëse nuk dëshiron, por për ata që janë të hapur, lutja mund të jetë një ndihmë shumë e madhe. Mos dëgjoni vetëm burimet sekulare laike që ne kemi trashëguar nga komunizmi, të cilat kanë një mungesë të thellë informacioni. Unë do thosha për fat keq ndonjëherë dhe dëshire për të kërkuar më tej, për të ndikuar mendimin tënd dhe për të humbur një burim dhe një thesar të madh, siç është ajo e lidhjes me Krijuesin edhe komunikimi me të që është lutja, të cilat forcojnë shëndetin tonë mendor, forcojnë gjendjen tonë shpirtërore, forcojnë marrëdhëniet tona dhe na japin më shumë motivim edhe shpresë në jetën e përditshme. Dhe këtë e kam provuar dhe vetë dhe do ta ndaj në një video tjetër bashkë me disa informacione të tjera interesante, po nga fusha e studimeve dhe nga kërkimet shkencore, nga burime laike. Zoti ju bekoft, mos harroni të regjistroni në kanalin tim. Gjithashtu, nëse mendoni se kjo video mund t'i vinë në ndihmë dikujt ose mund ta inkurajoj, ju lutem shpërndajeni. Gjithashtu mund të komentoni me mendimet tuaja ose me përvojën tuaj nëse jeni një njerëz që lutet, si ju ka ndihmuar lutja në jetën dhe në sfidat tuaja. Zoti ju bekoft dhe dëgjohemi përsëri.